Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ku po hikim? Tek aeroporti. Sepse tani sot ku do hikim? Sot do shkojmë Në Shqipni. Në Hawaii. Ja. Do hikim në Shqipni. Përshëndetje gjithëve, mirë se vini kanalin tonë. Unë jam Sejti. Unë jam Eleni. Bashkë jemi Sejti, Eleni Sulfo. Atëherë sot është dita e martë, edhe neve po nisemi për të shkuar në Shqipni. Edhe sot mëngjes ju kemi thonë diçka, por ishim, si me thonë, zgjuar nga pak nga gjumi, edhe nuk ju kemi thonë shumë. Por do shkojmë për 3 ditë më duket, no, 4 ditë edhe 3 net më duket tani, nuk më bëjmë shumë mirë. Bea ku hiku? Bea, çfarë ke morti? Kinder Bueno, outfit of the day. Sa e bukur baby. Eleni është veshur kështu. O Zara, edhe kjo felpa nga Yugi Store. Ndërsa unë këtë pastaj këto këllon e lino I kemi marrë për Berku edhe poshtë një bogin nga Zara që jetë mogën. Arritëm, jemi të kringu sa parku makinen, more makinen që kemi me shira, po që kemi marrë për këto 2 ditë, sepse kemi sot nesër, edhe pas nesër kemi presin mamën dhe babin. Kemi avionin oren, do me thonë 8, po do jemi aty në oren 6, 5 e gjys, edhe s'kemi shumë kohë me bo disa gjiro, edhe do me thënë që kemi vetëm 2 ditë. Bye! Nuk kemi folë shumë sepse kemi shkuar tek Grand Dental Hospital, kemi bërë një pastrim tek dhomët, kemi hequr butonat sepse trajtimin me maskarinat I kemi mbaruar. Edhe unë kam mbush 2 dhombat këto përpara. Unë do mbush një dhomë nesër, do bëjnë anestezie dhe me vërtet kam shumë pritëm. Se ka pas një herë Stacey është. No, edhe Leni më ka thonë. Po unë kam bërë shumë herë. Kemi shku me horë dreken edhe tani është ora 3:30 edhe në orën 4 kemi një interviste edhe do bëhemi gati se bashkë me juve. Atëherë ma kaloj pak aparatin, shikoni këto. Atëherë unë isha tu bërë gati në makinë edhe kujde, një sy e kam erimel, syrin tjetër e kam parimele, por tani do shkojmë tek kamerinët edhe do rrugullohemi. Vetmja gjë është babi këtu të parku. Amo! Amo! Gjë more. Pse se more? Mirëmëngjesi të gjithëve, atëherë neve kjo është dita mbrapa, jemi në Shqipëri. Dje nuk kemi filmuar shumë sepse dita e djeshme ka qenë pak me rëmuj, do me thonë kemi arritur, pastaj kemi shkuar tek Grand Dental Hospital që kemi hequr butonat, do me thonë bajt për maskerinat. Edhe pastaj kishim një takim sepse nesër do bëjmë një interviste. Edhe nuk kemi filmuar sigurisht sepse aty nuk mund të filmohet, pastaj kemi qenë tek dentisti tek ringu tek lodrat e vetë, që edhe s'kemi bërë shumë gjëra. Sot do bëjmë ma shumë gjëra, do me thonë, atëherë në orën 11 kemi takimin tek Grand Dental Hospital, pastaj do hikim tek Kate sepse mami do bëj botoksi, më duket edhe babi.
Edhe para, do më thonë, tani do talim edhe do shkojmë tek piramida të bëjmë do hajmë mëngjesit, edhe do ju marrim kreditën me veten. Ciao Bea. L'ho visto anch'io ieri. Guarda la casa qua. Guarda qui saluta. Dai ciao. Chiudo? Sì. Kemi arritur në Tiranë tani, po shkojmë tek Lebon. Në hangër diçka edhe pastaj do shkojmë tek Grand Dental Hospital, sepse do të mbarojmë punën. Salutiamo qua te. Atëherë mbaruam tek Grand Dental Hospital, kemi bërë skanimet, kam bërë mbushjen, të kalojmë anë Eleni, edhe është ora 1 e gjys edhe, me thonë të drejten, 2:20 minuta, edhe tani do hikim të Kate, sepse mami do bëj botoxin edhe do shkoj me mamin. Vetëm gjë që përpara do flasim me krejt stafin, edhe është shumë kohë që nuk hikim aty tek klinika Kate, edhe na mungon. Kemi bërë edhe disa video me Grand Dental Hospital, kanë dalë me vërtet super. Pastaj doja të pyes vajzën që bën video të tek klinika, tek Grand Dental Hospital, çfarë aparati përdor, sepse është me vërtet super e bukur. Edhe asgjë, kam bërë anestezim sepse kam bërë mbushjen e dhomtë, edhe nuk më ka fikt, por sikur do të më vinte fikt. Më ka ngrit komt, më ka dhënë tipo jo raki, por alkoole me ndigju erën. Edhe asgjë, tani kam pak buzën me anestezi, po tani pak fare sepse ka kaluar 1 orë, me duket edhe pak më shumë. Vetëm gjë është që unë nuk më mbaj mend në çfarë kati do hikim. Pritë, ndoshta është këto? Jo. Bëbe, provojmë, besoj në katin e dytë, provojmë. Katin e dytë provojmë. Do të jetë. I feel about you. Kumbe klinikat e tona preferuar janë klinika Kate edhe Grand Dental Hospital. Top one. Që juve keni klinikën, ka skrenat të mija? Okej. Keni klinikën për botoxat, për kirurgji, krejgjërat të Kate, edhe shikoni, kemi arritur në 1 minutë tek Kate. Do të thënë, janë 1 minutë distancë. A është arsye apo nuk është arsye? 1 minutë distancë mund bëni kirurgji edhe po. Unë kam shorim, sepse kemi hëngër asgjë. Kemi hërë vetëm në fakt me mëngjesin, po jo shumë, do me thonë, pas të mëngjesi. Ua, sa më mungonte. Atëre, edhe të Kate mbaruam videon që kemi bërë të Kate, do e shikoni tek video tjetër. Tani, ne kemi shumë pushëmëri edhe mendoj. Sa është ora, të tregoje pak? Është ora 3:08 minuta, neve duhem të hajmë drekë dhe sorry. Pastaj, ta bëjmë gjërën nga ana tjetër, qikojmë çfarë ka, ose shkojmë këto çfarë ka tek menuja, edhe pastaj kur të mbarojmë drekën, duhem të shkojmë të blejmë disa gjëra, nuk e di, disa përfuma ose roba. Atëherë Eleni ka marrë pasta, unë risotto me pule, edhe kemi marrë pak patatet e skuqme. As kanë ketchup edhe majonezë këto? Kele? Ketchup edhe majonezë kanë? Nuk besoj. Atëre horem edhe tani morem edhe akullorem,
se është super e mirë, me krem karamele. Si është Eleni? Fantastik. Shumë e mirë. Mund të shpreskojmë pak pas kësaj Botoxi, no filler. Jo, filler. Po bëjmë një gjiro edhe babi me Beatricen janë akoma tjetër ringu tek lodrat, por sekondo me babi nuk është keq aty me freskun. Tanto Bea tani u ka rritë edhe los vete. Pastaj këtu në Shqipni kalamajt e vegjël shkon akoma në shkollë, s'ka marru akoma. A jo? Jo, kopshti. Orsiane po, edhe Bea s'ka marru kopshtin. Prandaj them. Do me thonë që ajo lozë rri vete dhe nuk vritet sepse s'kan shumë kalamaj. Edhe babi është aty ullë tek bari, m'duket me internet, me telefon. E ne që po bëjmë disa gjiro këtu. Atëherë gjirën tonë mbaruam, kemi blejtur disa gjëra. Edhe tani do shkojmë tek babi sepse babi është atje. Vetëm nga ora 3 do është ora 3, 9 minuta. Edhe duam të provojmë të shkojmë te Grand Dental Hospital të marrim bajt për natën. Por na tha doktoresha që ishin deri në orën 6. Po vabbè, neve do provojmë sepse nesër jemi këtu në Shqipëri vetëm në mëngjes sepse pastaj në orën 8 kemi avionin. Edhe po do jemi aty në orën 6 te aeroporti. Po hajma fullor e tunë, që e tanë? Tani neve do shkojmë në Durrës. Okej. Do i marrim me vete, do hikim në Durrës. Arritëm. Stacy është dashuru me Hanan që është aty. Atëherë arritëm në shtëpi nga Durrësi edhe është ora 12:15 minuta. Jemi vërtet shumë të lodhme edhe sepse nesër do zgjohemi shumë shpejt sepse kemi një intervistë. Edhe do ju marrim më vete, nuk di po në këtë video se në një video tjetër. Jemi shumë të lodhura edhe sepse nesër në mëngjes shumë shpejt. Po sheshim se na bëmë në qesh diçka, po nuk mund ta themi. Nesër e kemi në orën 10 intervistën, po do zgjohemi shumë shpejt sepse do rrugëllohemi, do veshemi, do lajm flokët edhe mëngjesin gjë shumë e rëndësishme për Elenin. Edhe tani do mbyllim videon edhe do shifemi tek video radhës. Bëni një like, një subscribe, një follow në Instagram edhe në TikTok, keni linku poshtë tek infoboxi. Neve ju puthim, faleminderit që keni ndjekur videon edhe bye.